the center of attention now, and he feels good. Një rrugë që ishte mbyllur, është dashur të bëj gjithë këtë pjesë në këmbë. And she takes a Të erdhët, kam disa ditë që nuk e ndes kamrën, por kam shumë të reja. Po ju tregoj si fillim, kam bler tarara biciklet. Nuk është këtu mbrapa sepse e kam çuar në shtëpi, edhe kam bërë prova se e kam bler dje, po mesi po pres t'ua tregoj dhe e kam marrë vetëm për 35 euro. E mora në eBay Kleinanzeigen. Super perfekte, isha në një lagje Andina Herdeke, lagje super e bukur, nuk e di pandaj thot Andi këta të pasurit kanë lek këtu, për zotin çdo gjë e shesin. 35 euro unë vajta si zonja, mora të shtëpia, çaj kushtoj aty? Asgjë. Ja dhash lekët në dorë, shëndet. Unë mora bicikletën, ai ikun në shtëpi vet. Kështu, i bëri zotria, edhe unë pra me bicikletë. Dini sa e bukur që është e vogël shumë nuk është, mezi marrin këmbë të mbërdhe, por është shumë e bukur. Përveç kësaj, kam bërë dhe regjistrimin te Metro. Metro është supermarket shumë i madh, nuk e di në qytetet e tjera, por në Dortmund është pak a shumë si Casco që thon këto në Amerikë ose në Angli. Këtu te ne nuk ka Casco, po ka Metro. Edhe nuk mund të blejnë të gjithë njerëzit, duhet të jesh geverba, domethënë duhet të jesh biznes që të blesh, duhet të kesh një shtoja ID, duke qenë se unë jam e vetë punësuar, jam geverba. Dhe me anë të këtij kodi, me anë të këtij regjistrimit që bën në shtet, të japin antarësimin. Unë kisha shumë kohë që e doja, kisha një vit që doja ta bëja, jo e bëj sot, jo e bëj nesër, nuk e di këto kohë, ja marr vetëm me regjistrim. Edhe bëra regjistrimin te Metro, që kështu sapo më erdhi karta, po sot jam në punë dhe ora është 1 dhe unë duhet ikim në punë tash, do doja shumë ta shikoja si supermarket, se thonë që është shumë i lirë, është shumë i mirë, është shumë wow, nuk e di, nuk e kam parë, që kështu do ua tregoj edhe juve kur të iki, sapo më erdhi karta dhe jam shumë e lumtur, 2 ditë zjati, dje e bëra Anmel Dunk regjistrimin, sot erdhi karta dhe do ikim ta provojmë, ta shohim. Me sa pash online, Karkaleci që më interesonte mua, që shumë miq të Andit, gjithashtu që janë të vetë punësuar, thonë që është super, frutat e detit, këto e dini juve, këto gjëra kam qefun, se mezi u dukam aty, më shumë u duka timoni makinës time se unë, por doja t'ua thoja direkt, se po m'bin ka drita bukur jam për kështu. Të nxitoj se kështu ashtu në orën 2 jam në punë dhe s'kam ngrënë bukë që kështu. Ikim se isha te Osmani, bleva ca budalliqe, t'ua tregoj kur t'ikim lart. Gjithë javën ka qenë super brain tour, super kohë e keqe, sot ka dalë një diell perfekte. Kjo është ajo që bleva atëherë që i thash. Isha vërdal, bëra një pazar, nuk me këtë punë sot me këtë po. Gjitha këto me 50 centi një dyqan që po mbyllim, duke shumë të bukur për Krishtlindjet. Edhe kjo drita, shikoni si është brenda, me flok bore. Ishte 2 euro, na sa ka qenë më para? Se më mendoj, lexova aty më duket se kishte qenë 20 euro më para, ishte bot 2 euro. Thash po e marr për provoj. Sa e bukur që e nga. Shikoni? Wow, që nga shumë cute. Edhe doja një dritë portokalli, tani nuk e di sa portokalli është kjo, por do e shoh kur ta ndez. Mora këto, se i flaka ato që kisha, që kështu mora dhe këto. Bojën time të zakonshme, që kushton një pasuri, kushton 30 euro të dyja. Mora këtë, për fytyrën, sidomos për të Antit që ka me ekzema të thara, edhe unë kam pak skuqe të hunda, thonë që bën mrekulli. Ta provojmë, nuk e kam provuar ndonjëherë. Mora këto për burrin, hançue mask, kjo është mask me dorashk, një furçë të dhëmbësh, take. Edhe mora dhe këto, këtë për shpinë, këtë për vete. Dhe ardova 23 euro, ikën 23 euro kështu po. Mos harroni të përdorni apin e Rosmanit që të merrni 10% ulje. Unë tash do heq këtë ponçin që kam veshur këtë kapën, edhe do vesh uniformën, do haj pak bukë që e kam bërë që dje, do të bëja sallatë po s'kam kohë, edhe të iki për punë. Të iki të punoj me klientët e mi. Gati të ikim në punë, që s'po mi këtë fare. Por të paktën jam pak orë. Që ka shumë interesant si supermarket, është gjigant i madh, edhe me çmime shumë të mira. E Andu? Po. Shumë të mira. Në Express që du me marrë le, dhe kushton të shumë lirë. Po 400 euro,
bruto me që taksa, se këtu mund të blesh neto edhe bruto. Vjen me. Haja, jo s'vjen më këto. Ishte shumë ftohtë. Ftohtë po, Kemi ngrim. marrë 3 si këto. Ku shkon ke metro të vishet fort, shumë trash. Kemi marrë, do më thënë, 3 leonor të mëdhenj. Pse do t'tregoj në fund sa kushtuan. Një pako karkalec të madh, do më thënë 800 gram. Por është i qëruar, fileto 2 kg gjys për burin, se unë ja këto. Një krip të madhe. E krip në marrim trash edhe e marrim deti. Po, sepse ashtu e ka provu Andi te mami im, edhe thotë që jam më mirë. Ja ka provu ke mami. Çka një peshk, do më thënë, kemi marrë. Zitet mami. Nuk e di qa peshku është, këmë më gjajti si merluc, po ndoshta merluc është. Shikoni, është kështu i madh. Ky ishte goxha shtrenjtë, sepse peshku është një Gjermani shumë shtrenjtë për të qenë. Një larg. Ftot ka qenë që akoma si është mbyllur goja, sa ftot ishte. Shumë ftohtë. Si me u fut në frigorifer ngrirje, ndaj. Ishte sektorat e mishave, të peshkut, të këto gjona, ishte akull, kallkam, Nuk e hoqa xhupin. Kur e vërtet zohë gjupin. Unë e dija kisha qenë njerë në Itali, kam qenë njerë me dajen. Se s'më ndajmërova, u shkuar më të shkurtra, vdiqja. Harrova, më doli në mendja. Unë shkoj mo. Po kishim marrë goxha gjëra, do më thënë kishim marrë goxha sasi, po ndaj, po do ta tregojmë të tjerat në shtëpi. Siç po thoja që parë, se nuk e di çka ka kamera, sikur se është në Terezi. Sa rëndoka! Mora dhe karkalec. Kështu. Sa thera Andi që ma shafe kamerën? Edhe më interesantja është kjo. Për këtë jam shumë e lumtur. Qa është kjo, Adi? Brumë për suflaq. Pite, se sa to që i bej unë këto, kur si bej si këto? Edhe ne i blem të bravajnë. Këto janë kujtimi fëmijërisë. Hiqe i qatë gjupë. I qatë gjupë, s'ke me ftohtë. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned, till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall. Më ka zënë një grip, o zoti madh marrova, fyti më mbyti. Kam ja 3 ditë, po natën, dje, o zot, nuk kam fjetur gjumë fare. Gjela me këtë shallin e leshit, kështu. Do të thënë është për leshi, jo shalli. Të doli shumë shpifur. Kam bërë dje gjellë me mashurka, e bëra dje në darkë që po sistemoja filetot e pulës që blem peshkun, kërkalecën të gjitha, edhe para se ta ngrija fileton, thash pak po e bëj gjellë, kam skuqur edhe pak me sallatë me kështu, do hajta shibuk, sistemova edhe pak shpinë se ishte po goxha rrëmuj, edhe kështu dita meze po pres të vjanti që të nxjerr bicikletën time, se sot është 25 gradë duhet jetë jashtë, imagjinoni shkoni si jam veshur unë. Po, 25 gradë është. Edhe unë jam veshur sikur është fundi I dimrit. Më vërtet më dhem shumë fyti, sikur më djeg, sikur më ka marrë flak. Aman me gjithë këto viruse, me gjithë këto sëmundje që dëgjojmë të zë dhe të merri tash. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there?
Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Sa po ishim ne morëm shumë, kishim shumë kohë pa ardhur te ferma, edhe ishim për të gjithë me kështu me viça, po, me viça të vegjël. O zot, sa të bukur, lëpinin njëri tjetrin aty, sa të mirë që ishin, ca sa po lindur. Por nuk e di pse nuk i lëm bashkë këtu me nënën, ndoshta për çumësh, nuk e di, i ndajnë. Edhe viçat, por edhe qengjat, edhe këto të tjerët. Gjithmonë i kam pa nëpër ferma që i ndajnë, nuk e di pse. Ne morëm 7 litra i gjysht, 6 euro. Tash po ikim në shtëpi. 80 litrash. Po. Tani po ikim në shtëpi, t'ju tregoj biçikletën time super të bukur. Bukull Barbie për shefin tim. Shikoni sa të bukur. Po është sektori biçikletave. Do i këtë marrë një kosh për biçikletën. Për ta gjej sektorin. Pas ka dhe kokore. Do të thënë kjo është dyqan për ngjyrash. Pëtë mban kashën time? Po. Apo ta marrë më të madhe? Unë thash këtë po e marrë për para, po marrë edhe një tjetër për mbrapa të madhe. Sepse s'kam shumë vend para. A ki të zjarë të mbrapa? Po. Sa e vogël është, për është shumë e bukur. Unë pash edhe në Amazon, por ishin më të vogla se kjo, e kushtoni njësoj lek, thash po e provoj njerë si rri ky koshi, se bicikleta ime nuk ka shumë hapësirë para, do a tregojmë tash që do ikit e shtëpia, por e mora për 15 euro, i bleva dje edhe një kështu, po e tregoj, ja mora te Actioni, se nuk ishin kosha. Mora edhe një prave të andit, kokore, sa të bukra të puna ime. Mora edhe për vete një kështu, të lidh bicikletën, mjetin tim të ri. Tash do më shikoni me atë duke ngarë, duke thyer qafën, duhet kisha bledhe një kokore për vete. Lutem, kjo është bicikleta ime, quhet Lulu. Kështu e ka emrin. Shikoni sa e bukur është. E kam bler vetëm për 35 euro. Është shumë e bukur, unë nuk di t'i jap shumë mirë, por shifeni, besoj se koshi më i madh s'do i bente. Sa i bukur, besoj se më i madh me vërtet s'mund t'i bente. Shumë e bukur. Ky është edhe koshi. Kjo është edhe Luluja ime, është shumë e bukur. Feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am, I follow the voices in my heart. Një qik, nuk jam më si që isha vjetë. Do më thënë diti jap më shumë tash. Është shumë interesante, sepse kam frikë, kam shumë frikë. Por kam njerëz dhe një shumë qef. Edhe kur nuk është vonë për të nisur pasione dhe hobe të reja. Andi nuk më mbështet. Më tha që do e përdorësh vetëm një ditë, do e përdorësh me tha u loga. E u rëzova në i poshtë. Por nuk brava, erdha kështu. Sa u lava, i thash shife qumshin, tha po i flisja, tha po s'më dëgjoj, tha. Edhe u dertë. Sot nuk e keni idenë sa vap që është. Ka qenë 25 gradë, 26 gradë, tash mas dite që po bëja të me bicikletë, u bëra ujë në djerës. Lutem, se kam bicikletë ashi. Po aktën të bëj stërvitje me atë, sepse pas operimit, ka marrë një fryrje të paparë, nuk e keni idenë, nuk e di. Pyeta edhe doktoreshën kur isha, më tha është edhe pak hormonale, tha duke qenë thas edhe stresi që ke kaluar, ke jep shumë ri, dhe të duket shumë. Ti po thoja se më ra bateria, nuk e di qa ka kjo kamera, më duket se jam përgati për një shpenzim 1000 euro, të blej kamerë tjetër, por e vendosa maskën, mora aty të kërmjes, ka vendosur edhe ky maskë. Tregoj maskën të te? Andi vendos maskë duarsh, sepse i thanë shumë nga puna. Edhe
I kemi marrë edhe ato. Ato të Sephorës ishin shumë të mira. Këto të Nissan të Rosmanit që provojmë. Këta do mbaj 15 minuta, ndi mbaj maskat e duarve 40 minuta dhe janë shumë të mira e Sephorës që kemi provuar. Këto nuk e dim. Dhe shiko sa e bukur, shikoni sa e bukur ishte drita që bleva. Shikoni. Tada! Kisha kohë që doja një dritë portokallish, sa bukur duket, të rësojt edhe një qike dhe do duket super spektak.